Brigjet e lumit Kir vijojnë të përdoren si vend depozitimi për mbeti urbane dhe inerte të ndryshme. Pamjet flasin qartë se si apelet e institucioneve vijojnë të bien në vesh të shurdhët, pasi çdo ditë mbi argjenaturën e këtij lumi shumë pranë banesave të lagjës Skënderbeg hidhen tonelata mbeturinash dhe inertësh të ndryshme, duke krijuar një situatë mjaft problematike. Janë vetë banorët e kësaj zone që jashtë kamras pohojnë se mbetjet urbane dhe inertet e depozituara mbi këtë argjenaturë depërtohen nga qyteti, duke e kthyer kështu këtë zonë në një landfill mbeturinash. Rritja e numrit të këtyre banorëve në këtë zonë ka ndikuar në shtimin e ndotjes, por nga ana tjetër vetë ata janë të rrezikuar nga përhapja e ndonjë infeksioni të mundshëm, sidomos në këtë periudhë ku temperaturat shënojnë rritje të ndjeshme. Ndërkohë, prezenca e mbeturinave, gërryrja e shtratit të këtij lumi dhe prania e inerteve ka ndikuar edhe në devijimin e shtratit të lumit Kir, duke dëmtuar ndjeshëm bazamentin e tij e përpasoj duke rrezikuar seriozisht të dhjetra banesa të zonave përreth. Ndërkaq, përballë kësaj situate, të gjithë institucionet përgjegjëse tregohen indiferente edhe pse janë të vetëdijshëm për dëmet që mund t'i shkaktojë ky lum qytetit të Shkodrës dhe banesave aty pranë.